Një nga gjërat më interesante gjatë kohës isha në shkollën e Elbe, ishte ai momenti kur do ktesha për herë të parë në Memalia, në qytetin tim, pushimet e para. Kur vajta në Memalia, ajo jeta aty, kuptohet, unë pothuajse nuk e hiqja uniformën që të bija në sy biles, me detyron thoshte edhe babi, mos e hiq një 2 ditë këtë uniformën, që të shohën ata në përlagje. E mirë. Dhe ai impostimi im, sepse unë vija nga Tirana dhe e pa dashur do të flisja pak tirançe. Kjo ishte që të bënte ndryshimin, shiko. Qa është ky djali që flet kështu, pyeste në një herë. Është çuni Nokës, po është në Tiranë. Edhe ndërkohë, ishte ora 1, unë isha në ndeshje, kalon mamaja ime, ishte turni 2. Agron, gone, hajde këtu të shkosh vesh të marrësh bukë. Çfarë të thonë më? Çfarë bukë, më nuk e shkoj jam lërë të lutove? Lëri ato budalliqet, po hajde të marrësh bukë. S'do pra mo, thash, ikë se më tu bo gol. Ora hajde të marrësh bukë tash, ndërkohë po vinte i madh dhe dëgjoj këtë tirançën time. Hajde, djale, hajde. Qa të thaj ata mbi? Shko merr bukë. E qa i the ti? S'du, Ha! Një pëllëm të rive. Ik merr bukë atje. Hajde. Byth mu ti drejqit, tërko ke s'du ti. Byth ajote. 3 muaj në Tiranë s'du ti. Hajde qërënë. Ika unë aty, sa do si qeni rraur.